Jo për dorëheqjen. Ardit Gjebrea largohet përgjithmonë, lajmi që tronditi botën e showbizit shqiptar erdhi si një rrufe në qiell të hapur. Ardit Gjebrea, një nga figurat më emblematike të televizionit shqiptar, ka vendosur të japë dorëheqjen dhe të largohet përgjithmonë nga ekrani. Ky vendim, i cili ka lënë pa fjalë publikun dhe kolegët e tij, shënon fundin e një epoke të ardhë në televizionin shqiptar. Ardit Gjebrea, i njohur për talentin e tij të jashtëzakonshëm si moderator, këngëtar dhe producent, ka qenë një prezencë konstante në ekranet shqiptare për më shumë se 3 dekada. Karriera e tij e ndritur ka përfshirë programe të shumta televizive, koncerte, festivale dhe produksione të ndryshme që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në kulturën popullore shqiptare. Vendimi i tij për t'u larguar, siç duket, është marrë pas një periudhe të gjatë reflektimi. Gjebrea ka cituar moshën si arsyen kryesore për këtë vendim, duke pranuar se intensiteti i punës në industrinë e showbizit kërkon një energji dë. Gjatë karrierës së tij, Ardit Gjebrea ka qenë sinonim i profesionalizmit dhe cilësisë në televizionin shqiptar. Programet e tij, si E Diela Shqiptare dhe Të Ënda, kanë qenë ndër më të ndjekurat në vend, duke kombinuar argëtimin me emocione të thella njerëzore. Aftësia e tij për të krijuar lidhje të sinqerta me të ftuarit dhe publikun e ka bërë atë një figurë të dashur për miliona shqiptar. Lajmi i dorëheqjes së tij ka shkaktuar një valë reagimesh në rrjetet sociale dhe median tradicionale. Fansat e tij të shumt kanë shprehur trishtim dhe nostalgji, duke ndarë kujtime nga momentet e tyre të preferuara të programeve të tij. Kolegët e industrisë së medias kanë vlerësuar kontributin e jashtëzakonshëm të Gjebreas në zhvillimin e televizionit shqiptar dhe kanë shprehur mirënjohjen e tyre për frymëzimin që ai ka qenë për brezat e rinj të prezantuesve. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.